Me sa duket, mesazhet që përcollëm në përfundim të procesit të votimit nuk kanë rezonuar shumë mirë për të gjithë. Jemi duke e vlerësuar këtë situatë, kemi komunikuar me antarët e grupeve të numërimit dhe të Komisionit të Administrimit të numërimit dhe të vlerësimit të votave nga jashtë për ta zgjidhur këtë situatë, sepse është në kompetencën e tyre, është në kompetencën e antarëve të grupit të numërimit për të vendosur dhe për të vlerësuar çdo zarf, themi, dhe eventualisht çdo flet votimi. Nëse ata nuk marrin këtë vendim e merr Komisioni i Administrimit të votave nga jashtë. Duket që kemi të bllokuar situatën, të paktën për qarkun e Korçës. Do të marrë një vendim në lidhje me këtë situatë. Besoj shpejt tani, jemi duke e vlerësuar, edhe po bëjmë të gjitha përpjekjet që procesi të ecë. Komisioner, nuk është mirë që përfaqësues politik angazhohen në procesin e numërimit. Janë këtu me gjithë të drejtën dhe privilegjin të themi të tyre për ta vëzhguar dhe për ta monitoruar këtë proces, por ndërhyrjet në proces janë të papranueshme. Zoti Celibashi, më falni, vetëm për vazhdim. Komisioni i Administrimit nga vota nga jashtë është i përfaqësuar me antar të barabartë nga të dyja forcat politike. Çka do thotë pra shkosa koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore i ka dhënë urdhër të vetëve që mos të vijojnë me procesin e numërimit të votës, logjikisht edhe antarët e Komisionit të Administrimit të votës nga jashtë do të kenë të njëjtin urdhër. Ky vendim do t'ju takojë juve drejt për drejt. Do të prisni gjatë derisa Komisioni i Administrimit për votën nga jashtë ta marrë këtë vendim apo të ndërhyni për mos ta bllokuar procesin. Po presim që megjithëse për Korçën e ka finalizuar këtë vendim, ky komision do të marrim ne një vendim për ta zgjidhur këtë situatë. Po kjo për ju nuk është një gjë e papritur, ju e dini këtë, keni ditë që e dini, ndërkohë që kjo që po na thoni tani është njëta gjë që na tha 3-4 orë më përpara, ndoshta më shumë. Sa kohë ju duhet për të marrë një vendim dhe për kuptuar situatën, ndërkohë që Flamur Noka dhe Taulan Balla janë duke treguar muskujt nga komisioneri reciprok, kush të urdhëroi më shumë dhe kush ngrihet zërin më shumë. Është pak po sigurt që me çfarë do lloj veshje askush nuk mund ta sfidojë ligjin. Në pamje të parë mund të duket sikur mund ta sfidojë ligjin. Ne kemi gjithë qetësim për të marrë vendimet që duhet. Nuk është çështje kohe, është çështje se si do duhet të vendosësh dhe si do duhet të disponosh. Tani e kemi këtë rrethan, tani që kemi këtë rrethan do ta vlerësojmë. Në mënyrë hipotetike nuk mund ta vlerësonim. Komisioner, kur vota e diasporës bllokohet dhe votimi elektronik vonohet, kush po fiton kohë, institucionet apo një opozitë që nuk e pranon humbjen? Kam vështirë të jap një opinion në lidhje me këtë, sepse është vërtet një opinion. Është vetëm çështje kohe kur çdo gjë kthehet në shinat e ligjit. Dhe nëse dikush ka iluzionin që qoftë edhe me pragmatizëm apo me taktika të caktuara, dëshiron që ka interes ta sfidojë ligjin, është thjesht çështje kohe dhe nuk po flas ditësh, muajsh apo vitesh. Për ne është e rëndësishme që vendimarrjet të jenë të qarta për çdo dhe të pakontestueshme nga kushdo. Në fakt, orët të fundit është vënë re që ju keni qenë shumë zemërgjër me një subjekt garues. Pyetja është të drejt për drejt, a është KQZ një institucion kushtetues i pavarur apo një zyrë ndjenjash që i plotëson, mund të themi, tegat një subjekti garues? Natyrisht që jo, por gjithsekush bën vlerësimin e vet në lidhje me akte dhe vendimarrjet të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Me sa duket dikujt i mungon qetësia dhe aftësia për të vlerësuar ashtu sikurse duhet të gjithë elementet që lidhen me një proces zgjedhor i cili zhvillohet në një konfliktualitet të ashpër politik. Asgjë nuk është përshjesh prej KQZ-s, thuaj se gjithçka është përshjesh prej politikës, natyrisht jo e gjitha në të njëjtën masë.
Dikush është ndryshe patjetër. Komisioni kam dy pyetje. Para lidhet me situatën që po krijohet aktualisht këtu me të dy përfaqësuesit e forcave politike. Së pari, a është kërcënim direkt për komisionerët mesazhet që japin të dy përfaqësuesit politik, si nga ana e Partisë Socialiste ashtu edhe nga ana e Partisë Demokratike, ku ky i fundit duket që kishte ndoshta edhe mesazhe më të drejta dhe në ton kërcënues. Së pari, çfarë mund të bëhet për këtë, dhe së dyti, sa kuptim ka të ruhet ende rezultati i njësisë së 10 edhe i Voros për aq kohë sa kanë dalë pothuajse disa rezultate nga qendrat e votimit që kanë qenë atje. Është një numër qendrash votimi për të cilën gjatë procesit të mbylljes së votimit tani më e kemi rezultatin, por e kam bërë këtë shpjegim në lidhje me përse vendosëm që rezultatin e Vorës edhe të njësisë 10 ta shpallim ditën e nesërme. Kjo nuk cënon as pak as integritetin e votës, si të shpallet sot, si të shpallet nesër. Nesër shpallet shumica e rezultateve edhe të njësive të tjera zgjedhore. E kuptoj shumë mirë dhe e mirë kuptoj gjithë konsideratën tjetër për aktin e marrë nga ana jon, por mendojmë që i kemi kontribuar në mënyrë integritetit të procesit zgjedhor në këtë mënyrë dhe evitimit të çdo kontesti qoftë edhe bazuar në pretekste. Zoti komisioner, zgjatja e afatit për të dhënë rezultatin e diasporës së njësisë 10 dhe Vorës, a nuk mendoni ju se heq edhe në një farë mënyrë besimin e qytetarëve të cilët në fakt e shijojnë atë proces si një mundësi më e mirë për të nxjerrë rezultatet edhe më shpejt? Po të kishim preferuar përfshi dhe muaj më së pari që rezultatin ta kishim shpallur më njëherë pas mbylljes së votimit. Por mund të jetë gjykim dhe vlerësimi gabuar, nuk mundet asësit mos e konsideronin këtë kërkesë të Partisë Demokratike, e cila në dhënien e konsensusit për implementimin qoftë në formë pilot të këtij projekti, interesi lidhej për të verifikuar se sa kredibël janë pajisjet. Fakti që pajisjet transmetojnë me njërë mbas përfundimit të procesit votimit është një fakt që askush nuk e kanë kontestuar, por shi edhe ata vetë. Zoti komisioner, Partia Demokratike kërkon që votat e Greqisë, vetëm votat e Greqisë të trajtohen ndryshe nga votat e ardhura nga shtetet e tjera. A ekziston mundësia që vetëm votat e Greqisë të trajtohen ndryshe dhe të vijojë numërimi me votat e ardhura nga shtetet e tjera për të zhbllokuar procesin? Nuk mund të ketë një vlerësim en blok për të gjitha votat, qoftë të Greqisë, qoftë të Italisë, të Gjermanisë. Nuk mundet që për 20.000 apo 30.000 vota a priori të palidhura votimet e gjithë secili për atyre që kanë votuar të konsiderohen en blok të palishme. Besoj që është e qartë për këtë do në një lloj mënyre kjo situatë. Tani ata që numërojnë dhe ata që e menaxhojnë atë procesin janë ata që janë, nuk është rasti për ta bërë këtë diskutim, por vendimarrja është e tillë dhe do të jetë e tillë që kjo çështje të menaxhohet dhe të zgjidhet ashtu siç do duhet të zgjidhet. Dhe ajo çfarë vlen më së shumti është që pretendimet për çdo palishmëri do duhet të jenë të bazuara në prova. A ka paraqitur Partia Demokratike prova për këtë pretendim të saj tek ju? Deri tani nuk kemi në mënyrë zyrtare të paraqitura prova në lidhje me pretendimet për parregullsi të procesit zgjedhor në Greqi të votuesve nga jashtë. Faleminderit. Më fal. Oliver Dalmuça nga Mësina Televizion. Zoti Celibashi, vëmë re që kemi tensione mes numëruesve këtu, po tensione ka pasur edhe gjatë ditës, ju e thatë vetë konfirmuat edhe 5% midis antarëve. Çfarë nuk ka ecur në proces? Po ka tension sepse përfshirja e përfaqësuesve politik dhe ju e pat aty vetë nuk e ndihmon, nuk kontribuon në marrëvajtjen e procesit. Nuk di se si ta adresoj mesazhin ndryshe,
për të kuptuar ata që nuk kanë punë me çfarë zhvillohet aty në vendin e numërimit të votave. Ndoshta duhet kishim marrë masat, mos ishim këtu në këtë rast, nëse arrim këtë pikë se dhe bëmë edhe revokim të vëzhguesve dhe ndoshta janë të drejtën e tyre për të qenë prezent në procesin e numërimit, për të rritur, për të qenë të sigurt se çfarë ndodh në këtë proces. Është një proces që duhet të jetë i hapur, duhet të jetë transparent. Me sa duket këtë privilegj, nëse të drejtë, më mirë të themi, që kodi zgjedhor ja u jep, dikush është duke shpërdoruar. Celibashi, po komisionerët, po themi partijak, do duhet t'i binden partive të tyre, apo kanë edhe ato detyrime ligjore që duhet t'i përmbushen për të çuar, po themi, këtë procesin deri në fund? Absolutisht, pavarësisht mënyrës se si ata e nëmruan atë detyrë, kanë obligimin për t'u përgjigjur vetëm ligjit. Në këtë moment që po flasim, deri tani, këtë jemi përpjekur të bëjmë në komunikimin që kemi patur me ta.